Një brez i ri nacionalist shetnik serb po përgatiten për një luftë në Ballkan, zbulon The Telegraph. Qindra militant kanë osduar për në Ukrainë për të luftuar për krah trupave ruse, në besimin se në Rusi do t'i shpërblej duke i ndihmuar të rimarrin territoret e humbura serbe si Kosova. Nacionalistët përfshirë veteranët nga lufta e Bosnjës, po përdorin mediat sociale për të inkurajuar të rinjt serb që t'u bashkohen atyre në Rusi. Disa madje ofrojnë 25.000 euro shpërblim për ata që regjistrohen dhe luftojnë në Ukrainë. Ekziston frika se sapo të kthehen në shtëpi në Bosnjë, ata do të nxisin një konflikt paramilitar 30 vjet pas përfundimit të luftës së Bosnjës. Dario Ristic është një prej këtyre militantëve. Nacionalisti serb duke ecur me ngadalë me një këmbë protez e duke mbajtur në dorë provën e shtetësisë së tij që sapo fituar, u kthye në Bosnjë. Ai ishte plagosur ndërsa luftonte në Ukrainë me një njësi ruse të njohur si Arind nga Permi. Ndërsa luftonte në Ukrainë, Ristic njihej me nofkën e luftës i shpejti dhe njihej po ashtu për kryerjen e sulmeve me snajper dhe dron në qytete si Avdiivka. Ai përsosi aftësitë e tij në mediat sociale në faqe si TikTok apo rrjeti rus V-Kontakt, duke siguruar mbështetjen nga të rinjt serb, të pakënaqur politikisht në vendlindje, duke reklamuar luftimet në vijën e frontit dhe duke përhapur mesazhe nacionaliste. Njësia e tij ruse madje dërgoi një kartolinë për ditëlindje Ratko Mladićit, kriminalit të luftës që mbahet në Hag, ku është dënuar me burg të përjetshëm për mizëritë e kryera kundër muslimanëve në Bosnjë.